dashur profesor Moshimo, si po e shkon shpika e fundit, e di që do të jetë e mrekullueshme. Fanci juaj më i madh, Tommy Turnbull. I dashur Tommy, ai ka kaluar të gjitha pritshmëritë e mia, por ka frikë se mund të përfundoj me tuar të gabuara. Kështu që po e tërgoj atë në një vend të sigurt, diku që ndoshta mund të mësoj të bëhet një djalë i vërtet. Wow! Një djalë i vërtet robot. E ani pra, familja, le të ulim prapanica tona të ky mjeti, dua të kap trafikun. Do të lëvizësh? Më falë ro, por sot është e diel dhe ti di se çfarë do të thotë. Dita e familjes. Ku do të shkosh? Juhu! Ping pong! Kush është gati për një lojë klasike me familjen? Po të lëma mirë këtë gjë këtu. Do të kthehemi sot në mbrëmje. Wow! Prit doni! Djalosh, bëje knockout, kur ke pasur gjitha ato mundësi për sherr dhe në fund përfundon me këtë. Uroj të ke një familje. Tommy, je aty? Përshëndetje. Ha? Profesor Moshimo, ç'kemi? Oj, përshëndetje djali robot. A është Tommy në shtëpi? Ka ditën e familjes ai. Djali robot është vetëm. E kuptoj. Unë kam një armë të re për ty. Përgatitu që ta shkarkosh. Përse djali robot nuk ka familje? Nuk ke familje? E kam bajtur këtë të fshet, por ti ke pasur një vëlla dikur. Jo, vëllai nuk është termi i duhur. Djali robot ka vëlla? Më trego më shumë. Me që po ngulkëm, vitën më parë sa po kisha ardhur në Akademinë e Elektronikës. Unë kisha krijuar prototipin e parë robot. E mërova atë si protodjali. Ai ka manualin dhe katakizmën ashtu si ti. Veçanërisht ai ka më shumë aftësinë të luftime. Por ai nuk e ka shumë qejf njerëzimi. Fatkeqësisht, ai u rrëmbylli nga një bande e re kriminale. Ai ishte armiku im i parë. Doktori Kamikaze. Kamikaze pasi e mori atë, vazhdoi ta riprogramonte dhe e ktheu në një të ligë. Por mjetet e tij ishin të reja. Ai ktheu protodjalin shumë të ligë, saqë nuk e kontrollonte dot më. Protodjali u kthye në një makineri paniku, ku sillte më shumë shkatërim. A i duhet që ta shkëpuste për gjithmonë atë. Shkarkimi jot, sa po mbaroj. Unë duhet të largon tani. Mio dhe unë kemi një sekret eksperimental të madh për të... E ke parasysh... Gjithsesi, kujdesu për vetë djali robot, do të flasim sërish. Erdha tani. Djali robot ka një vëlla. Duhet ta gjej, ta shikoj. Gëzohem që të njohësh gjati Elmues, amigo. Kjo është çmendurin, shef. Ti ke për të lënduar sërish jetë. Ti nuk di asgjë. Të bashkosh një akrep me një aligator, bëhet një akrepator. Të jesh i sigurt që të bëhem me emër si kauboj si revistës së qersorit, do të jem më i miri. Ku është ai? Shef, e kem brapa!
Tani me duhet që të gjej anti-helmin. A thua si ku nuk kam çfarë të bëj tjetër unë. Ui, Jax! Eja pra, shef! Të qarkullojmë sa të pak gjakun! Ti madje as nuk je duke vdekur! Bërlaqko! Prit, unë jam djali robot, vëlla i yt. Proto djali nuk ka vëlla, nuk jemi vëllezër. Moshimo na ka bërë që të dyve. Djali robot e ka gjan proto djali. Dita e familjes e robotëve, luajm, hapa dollapa, numëro dhe mbyll sensorët. Argëtues, tani I tregon pak argëtim vëllezërish. Çfarë ditë sot? Gjithsesi, ideja e cilit ishte? E jotja I dashur. Kthehemi në shtëpi pra. Është faji që ndodhi kjo. Bella, ndalo, po bën gabim. Jo! Do të shkojmë në shtëpinë e Tomit. Tomi është shok I mirë, rregullon sistemin. Tomi, ky është proto djali, vëlla im. Çfarë? Proto djali nuk është aq I mirë, do rregullim, bëje të mirë. Jo! Tomi, a je mirë? Kështu mendoj. Proto djali lëndoj Tomin. Proto djali do më shumë argëtir. Proto djali është I keq. Profesor, çfarë nuk shkon? Foto brenda, nuk ka kohë për shpjegime. Djali robot do ndaloj proto djali. Proto djali do shkatërroj.
Djali robot vjesën të mbrapsht. Ai nuk mundet, pasi po në mban ne. Djali robot. Djali robot, arma që shkarkove sot, përdore tani! Dhe nga i dobët arma është e padobishme. Tole, ti edhe nërë për të djalin. Oh, të më falë, shëro. Harrova që ishte pjesë e familjes. Proto djali nuk ishte i familjes. Tomi, Moshimo janë familje. Ke të drejt, djali robot. Familja? Ha! Kujti nevojitet vau, unë nuk kam një të tillë, si do qoftë, si të shohësh dhe ti nuk dua asnjë. Shef! Jo, unë kam çdo gjë që më nevojitet dhe të uroj më të mirat. Megjithatë, unë do të rikthehem. Tani, ku shkoj sërish Agrepi? Ua!